Sinan, kur të thesh mrapa në kohë, cila kongë menon që të ka bu ty Sinan Vllazaliu? Kështu që të përmazën ajo. Nuk e di. Nuk e di se fillimet e mia ka qenë me parodi. Do thënë ku parodia hen në zhandrin edukativ të muzikës. Mirë ka qenë po kjo viteve të 80 Biledhe Skënderbeu konë atë në orkestër. Në shpot. Në shpot. O konë, më e bukra studentesh, ka rock halli qysh mu vesh, mu petullu, e studimet mi harru. Kjo konë konë. Në më thonë, edhe masanej në përmes parodis, i kem kënu disa kongë ku kam pos satirë dhe humor. Edhe mos të dyqysh, e këno një kongë popularizosh të qyrin gjilja që o bo, të zeti që o bo. Cilin vjetë është kjo Sinan që kjo? Kjo është 82-83. Do e lindë si më konë, jo. Edhe kështu që masanej kanë fillu me bashkëpunimet me gjithë bashkëpunëtorët që të kem pas kongë të kohës, dhe me thonë me etapa, si kam që jemi me periuda, kem pas periudat ditëve të këshia, kur ka pas problemet politike, s'kem nevojnë full për politikë. Cilën kongë të kanë rejnë Sinan në pej, policia? A, këthe urini. Ajo konë këthe urini edhe kur Kosova zbot shkin. Kur Kosova zbot shkin e ka pas Sinan. Ajo konë Pej koncerti pa. shumë e vjetër edhe, që të të s'pëdu mi përven këto problemet politike që e konë, po bashkëpunimi fillon mas ne pse e ceka atë kohë, se gjdo, është një shprehje, thënë, gjdo kohë e mban kohën e vetë. Edhe kur kem fillu, në periudhën kur u dosh me knu për gërbet, kur u dosh me knu për dashuni, kur u dosh me knu për problemet sociale, kur u dosh me knu për problemet të natyrës, të kombit në momentin që një gjithë, për shumë, në çdo 10 vjet e kem pas ka një problem. Pe demonstratave ndryshme, tu kalu në demonstrata deri te lufta. Shtu që gjdo e ka në etap të vetë. Gjdo kong e ka një barë mi veti, në kuptimin e mirë fjallës. A mendon që ka ndryshu piratjeshit muzika tasht, cila mendon që është a mendon që ka ndryshu për të mira për të keq? Dhe që krejt që ka shqitet edhe e blejnë tjerë, ajo është bo për më shqit. Ajo është veç që është me u shprej. Ta është shumë alit më bo këngëtar,